Sot po ta nderin që ta kem një musafir të veçantë tek lokali im Uksi Natural, bëhet fjala për doktorin Petrit Mulaku. Faleminderit shumë që gjete ku me na u përgjigj. Po të Allah të lefti që më ke këtu, faleminderit shumë. Shëndet po. Faleminderit nasi është e ina. A mundesh fillimisht me na përshkru karrierën tënde? Unë karriera si jeme si mjek ka filluar dikon vitin 2006 në Mitrovic, fillimisht atje si mjek i përgjithshëm. Do të paraprakisht vitin 2005 ku përfundu studimin e mjekësisë, pastaj vitin 2006 deri në 2007 kam punuar në Mitrovic, vitin 2007 pastaj kam marrë në Prishtinë për specializim. Për 5 vite kam specializu mjekësinë emergjente, do të thonë në vitin 2012 jam bërë specialist i mjekësisë emergjente. Pastaj të njëjtin vit kam emigru në Emiratet e Bashkuara Arabe. Edhe aty kam qëndruar për 12 vite, në shtete të ndryshme të Emirateve Bashkuara Arabe. Edhe mas 12 viteve, në vitin 2024 jam në Kosovë, për momentin që një vit jam në Kosovë. Në cilin spital më konkretisht jeni duke punu për momentin? Për momentin punoj në spitalin United, është një spital privat, aty jam si mjek emergjent, po jam drejtor mjekësor i spitalit. Fenomenal. Kjo përmendet më herët që jeni specializuar në mjekësinë emergjente dhe është përhap në rrjetet sociale që e keni botu një libër lidhur me ta. Mund na tregani pak më detaj? Po, kam botu është një libër quhet Mjekësia emergjente, diagnoza dhe trajtime. Është një libër i cili përmbledh praktikat më të rëndësishme edhe më koncize të mjekësisë emergjente. Kam pas dëshirë që kolegëve në Kosovë t'ju ofroj disa prej literaturës më të mirë për mjekësinë emergjente që ekziston. Libri si libër është prit mirë edhe është përhap mjaft mirë. Vazhdimisht ka kërkesë edhe për libër. Kështu që për mua është një satisfaksion i madh. Kam punuar diku 5 vite për botu këtë libër. Edhe ka dhënë një libër i mirë, ku marr feedback të mirë që është për mua se them një shtytje në motiv për në punu edhe për libra tjerë. Zoti shpërblet, le të jetë kjo mesazh motivimi që edhe tjerë të shkruajnë libra dhe të lanë trashëgimi edhe pas vdekjes tyre që t'ju vazhdoj shpërblimi edhe kur ndrojnë jetë. Inshallah, amin. Faleminderit shumë. Desha pak më të kuadru lidhur me produktin tim. Edhe pse me profesion jam imam, realisht ka marrë licencën në Kosovë që ta prodhoj këtë produkt, që kjo realisht është farat e zeza, Nigella sativa, të kombinuara me mjalt në formë të pilulave. Dhe do thotë, unë kjesë kam kanë zitë dhe e kam mësu këtë metodë është që në master në Medinë kam studiu për mjekësinë profetike, kem kanë zitë pasi që i kam pas disa probleme shëndetësore, sidomos klima atje në Medinë shumë studenta nuk ju përshtatet, as shokëve të profetit Alisa kur kanë emigru nuk i ka përshtatet, edhe kem kanë zitë me mësu, dhe derisa ka dhe Zoti kom dalë në përfundim këta mas shumë vite, se si që bojnë disa ilustrime nga njerëzit nuk e shohin sa ke vujt, po e shohin gjëna aktuale. Derisa Po, derisa ka marrë me vite të tëra, derisa ka dhe Zoti kom zbulu këta. Dhe do shta me ta shtru pyetjen në nivelin të ndështrimit tënd për Nigella sativen. Që ka me ndonjë, është me vërtet super ushqim, si që përshkruhet? Po, gjone edhe para se me fillu me ingjizimin, thash që mund të përgëzoj shumë për këtë ide. Kjo ide është një ide shumë e mirë. Përzimja e farës zezë me mjaltë, mendoj që ka qenë është një kombinim mjaft i mirë që ka dhe benefitet jashtëzakonshme dhe shëndetësore. Sa i përket Nigella sativës, Nigella sativa njihet mjaft mirë edhe në literaturë mjekësore, pavarësisht që është preparat bimor, po njihet mjaft mirë në literaturë mjekësore. Qofse hyn me bë pak një hulumtim në për këto faqet ku publikohen, po mendoj këto hulumtime shkencore, ka dikon deri 2000-3000 hulumtime të cilat për objekt studimi kanë pas efektet e farës të zezë ose Nigella sativës. Dihet që është një bim ose një preparat ka veti ushqyese dhe veti shëndetësore që është zakonshme. Në radhë parë përmban disa një numër të madh të acideve yndyrore të mira, të dobishme, me veti sidomos antioksidante. Mirë po, komponenti kryesor
të Nigella sativa, komponenti kryesor aktiv, është një substancë e cila quhet timokinon, edhe kjo substancë ka veti shumë të forta antiinflamatore, ka veti shumë të forta imunostimuluese, dhe me stimulon sistemin imun për me i luftu edhe infeksionet, po edhe qelizat kanceroze gjitha këto, është substancë antioksidante e kështu me radhë. Kështu që është një bari cili siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, ka thënë që është një ilaç për të gjitha smundjet. Unë mendoj që sekreti i këtij ilaçi pse i lufton të gjitha smundjet është pse ndikon në sistemin imun. Shkak se mes smundjes edhe shëndetit gjithmonë qëndron një sistem imun i fortë edhe i paprekur. Por që unë mendoj që vetitë e saj imunostimuluese, stimulative janë shumë dobishme që bojnë për me qenë gjendje me luftu një numër të madh të smundjeve. Duke filluar smundje inflamatore, ne po jetojmë në një kohë ku qoftë për shkak të ushqimit, qoftë për shkak të ndoqjes të ambientit, smundjet inflamatore, alergjike janë në rritje enorme. Kështu që efektet e timokinonit ose të Nigella sativës kishin me qenë shumë të mirë se ardhura në këtë rast. Shqivet në literaturë, se sidomos për vitet të 80 këndej ka pas një rritje enorme të smundjeve inflamatore, autoimune, pastaj smundjeve kanceroze gjitha këto. Kështu që unë personalisht rekomandoj gjithë njerëzve që si formë preventive, si suplement me përdor këtë suplement në mënyrë të vazhdueshme. Bukur. Statistikat thonë që vendet arabe janë vendet që më së paku kanë kancer në botë. Sipas disa statistikave që ka publikuar një doktor amerikan, çka mendoni, a mund të jetë para e zezë me vetitë e veta që përmend më herët, a mund të jetë shkaku, një për shkaqe kryesore, pasi që në vendet arabe para e zezë përdoret më të madhe? Po, tash unë ato statistika nuk kam pas në ato statistika, po me qenë se ju keni hasë në ato statistika sigurisht që ose mirë qena. Sigurisht mund të qenë një prej efekteve, siç thash, vetitë imunostimulative të farës së zezë bojnë me qenë një substancë shumë e dobishme në luftën kundër kancerit dhe kundër gjitha smundjeve tjera inflamatore. Mirë, inflamacioni para shumë për popullatën e thjeshtë, se e dëgjojmë shpesh fjalën inflamacion. Çka është inflamacioni dhe çka e shkakton atë? Inflamacioni me përkthy në shqip në kupton si ndezje. Do ndezje, inflamacioni është gjithmonë kur ndodh një proces në organizmi i aktivizon qelizat inflamatore të sistemit imun. Si rezultat i interakcionit mes qelizave të sistemit imun dhe qelizave inflamatore krijohet një proces që quhet inflamacion. Edhe ky proces inflamacion ka pastaj implikime të ndryshme shëndetësore varësisht prej vendit ku ndodhet. Për shembull, nëse ndodh inflamacion në nyje shkaktohet artriti, nëse ndodh inflamacion në zemër shkaktohet për shembull miokarditi ose endokarditi, nëse ndodh inflamacion në në inde tjera në pleur, për shembull shkaktohet pleuriti, nëse ndodh në enë të gjakut shkaktohet vaskuliti. Pavarësisht ku zhvillohet procesi si proces, prej kësaj në varen edhe implikimet shëndetësore të inflamacionit. Por gjithsesi, inflamacion do të thonë ndezje, do të thonë kur trupi reagon ndaj një agenti dëmtues, qoftë ai bakteri, qoftë ai virus, ose lloj substancë tjetër që nuk është infeksioze, por mund të më shkaktojë reakcion inflamator. Bukur. Ti kthehemi njerë filula të farë zezë, çfarë mendoni, a ka ndonjë superioritet pilula e farë zezë ndaj vajit të farë zezë, për vetë faktin që vaji është vetëm një derivat i farës, kurse kjo është e kompletuar dhe mund të punojë në formë sinergjike. Çfarë mendoni? Po sigurisht tash një prej temave të mangësive të vajit është ndërrohet para shija. Shkak se përdorimi i vajit si vaj, domethënë në formë vajore, ka një shije pakës të rëndë edhe një herë pakës të rëndë që i bën shumë njerëz, sidomos moshat e reja për me hezituar dhe mos me marrë. Sa i përket vegetative, do të thonë nutritive, do të jemi sinqert, nuk kam bën ndonjë studim, po unë përparësinë më të madhe e shoh te mënyra e marrjes, mënyra e administrimit. Tash te pilula e farës zezë, ku kemi parasysh se kjo kombinohet edhe me mjaltën, edhe vetiçë ruse edhe të mjaltës,
Mendoj që gjithsesi ka një përparësi të madhe ndaj përdorimit të vetëm të vajit si vetëm vaji fare zez. Fenomenal. Atëherë falenderojmë për këtë kohë që gjetët dhe për këtë fjalë shumë të bukura. A keni për fund një mesazh për shikuesit tanë? Po që kjo është kënaqësia ime, është privilegj. Mesazh po, sigurisht që ky preparat është shumë i dobishëm nëse përdoret në baza ditore për çdo ditë. Edhe për vetë rekomandoj secilit person në çdo moshe, pavarësisht nëse janë të shëndosh ose kanë sëmundje për cilët ta përdorin këtë lloj suplement ushqimor, pavarësisht gjendjes tyre shëndetësore, nëse janë të smur ose nëse janë të shëndosh, të gjitha moshat, për shkak se efektet e saj shëndetësore janë shumë të mëdha, gjë që është vërtetuar edhe shkencëtarisht. Me shumë studime të cilat i përmendëm edhe më herë në fillim të bisedës. Faleminderit shumë për kohën që gjetët. Faleminderit edhe juve. Faleminderit.